Fondacioni Misioni Emanuel zhvillon prej më shumë se një dekade kampionatin tradicional të dominove në qendra ditore të moshuarve të qytetit të Korçës. Edhe këtë vit, ky kampionat ka nisur dhe ka si qëllim argëtimin dhe ndërveprimin mes të moshuarve, duke u kthyer në një ngjarje që pritet me entuziazëm çdo vit. Njërisi e këtij edicioni është pjesëmarrja për herë të parë e grave në garë, duke bërë aktivitetin edhe më gjithëpërfshirës dhe frymëzues. Unë edhe ndos të marr pjesë, se kur ishim, mblidheshim në shtëpinë tonë, edhe loste babaj me xhaxhana, edhe unë me dajo. Dhe ashtu e mësova dominon. Dhe kam qef. Edhe argëtohemi, edhe shto. Ja, presim të fillojmë kampionatin, thot. Vjet keni fituar çfarë? Ja. Ja, ishte kampionja. Prisni këtë vit për të marrë çmim? Besoj se vjet jam më i përgatitur. Po lot kalon kohën, një e para. E dyta, ketson streset. Ka më mirë se lojrat. Punojësja sociale Selviona Veshi bëri me dije se aktiviteti do të kulmojë me finalen e madhe ku fituesit e vendeve të para nga secila qendër do të përballen për të shpallur kampionin e qarkut Korçë në domino. Prej më shumë se 10 vjetësh zhvillohet kampionati dominove tek qendra ditore. Këto 2 vitet e fundit ka marrë një zhvillim më të gjerë, duke përfshirë dhe qendrën e Pogradecit dhe qendrën e Maliqit. Sot fillon e hedhja e shortit tek qendrat. Më pas do vazhdoj finalja e madhe e kampionatit, e cila do zhvillohet në qark, ku do jenë fituesit nga secila qendër ditore. Ky kampionat tashmë i konsoliduar si një traditë e bukur, promovon miqësinë, respektin dhe aktivizimin e brezit të tretë, duke i dhënë vlerë dhe gjallëri jetës komunitare të moshuarve në qarkun e Korçës.